Qendra mjekësisë familjare në Cërmjan vazhdon të ofrojë një gamë të gjerë shërbime shëndetësore për banorët të fshatrave Cërmjan, Kralan, Gregoc dhe jo vetëm. Shefja e kësaj qendre, doktoresha Ardita Jetishi, thotë se shërbimet janë të ndryshme. Shërbimet të cilat ofrohen në këtë qendër, së bashku me AMF, Doblibare, Bec, Jablanic dhe Krelan dhe Gregoc, ofrojmë shërbime nga më të ndryshme, duke filluar do thot vizitat mjekësore tek mjekët që punojnë do thot orarin paradite dhe pasdite. Doktoresha Jetishi gjithashtu tha se përveç vizitave te mjeku i përgjithshëm, pacientët mund të marrin edhe shërbime stomatologjike dhe disa analiza laboratorike. Pacientët mund të paraqiten në këtë qendër po ashtu për marrjen e terapive parenterale, injeksioneve, infuzioneve. Po ashtu në qendrën tonë funksionon edhe shërbimi stomatologjik, së bashku me stomatologun dhe teknikun e saj. Marrin shërbime nga më të ndryshme, do të thotë pastrimin e gurzve, mjekimin e kanaleve e të tjera. Tjetër kemi po ashtu edhe laboratorin biokimik, ku çdo paradite secili pacient vjen dhe do të thotë mund të bëj analizat të ndryshme, hemogramin, analizat për glikemin, lipidogram e të tjera. Po ashtu në qendrën tonë funksionon do thotë kemi edhe motrën për vaksinim, ku bëhet vaksinimi i fëmijëve nga mosha të ndryshme. Në këtë gamë shërbimesh ka dhe lehtësira për disa pacientë, thotë doktoresha Jetishi. Nga pagesa do thotë për këto shërbime që ofrohen nga qendra jonë, lirohen pacientët do thotë që janë pensioner, që kanë smundje kronike, shtatzanat. Për gjithçka që ofrohet në këtë qendër shëndetësore janë të kënaqur pacientët. Njërin prej tyre që takuam sot derisa po merrte një shërbim shëndetësor, tha se sa herë kam nevojë marr shërbime këtu. Ky është një objekt i cili ofron shumë shërbime të ndryshme, së fundmi e kam kryer edhe obligimin tim si maturante për vaksinimin. Gjithashtu ky objekt ofron shumë shërbime të ndryshme si për analiza dhe për shumë gjëra të tjera. Është mbi gjitha shumë ofër dhe na mundson neve që mi kryj shërbimet tona shumë më mirë dhe shumë më shpejt. Kushtet janë shumë të mira dhe jemi shumë të kënaqur me shërbimin e mjekëve. Stafi mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare Cërmjan mbetet i përkushtuar për të siguruar kujdes cilësor dhe shërbime të vazhdueshme shëndetësore për të gjithë pacientët e zonës.